Selamun alaikum musliman. E kom vendosur sot me lejen e Allahut Azza wa Jall më tregu se çysh me marr guslin ashtu çysh ka marr gusl Rasulullah alayhi salam. Do me thënë pastrimi pasi që je bë gjunub ose pas mujoreve të gratë. Sa herë të vyn gusli, kjo që do të folëm kryen punë për gusl me lejen e Allahut Azza wa Jall. Formën se qysh do të mënohemi me kallzu kadale në praktik me lejen e Allahut Azza wa Jall për me kanë e lehtë për musliman edhe muslimane. E rëndësishme me majt men, gusli nuk ka dallim mes burrave edhe grave kurrë. Do të thënë krejt e bajnë guslin njëjtë. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft e na nimoft e na bëf prej muslimanëve të mirë. Tash po fillojmë kadale. E para çka po them, duhet me pas njet mu pastru pe gjunoblakut ose prej mujoreve tua, njeti duhet me kanë këto. Shembull, e ke mësu qysh me bë guslin, edhe je dal ke punu, ke vrapu, je ndjerës shumë, edhe je ardh je pastru me krejt rregullore qysh i kena kallzu na të guslit. Mirë po nuk e ke pas njetin mu pastru pe gjunoblakut, ke haru krejt që je kanë gjunob rajsht. A të kryen kjo punë? Jo, njeti do të me kanë. E para është njeti. Tash do të fillojmë praktik me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft, Allahu Azza wa Jall ju shpërbleft krejtve për përkrahje. Besoj që është e dobishme, feja ka njëherë o musliman lyp prej neve me prish qysh me thanat natyrën tonë. Allah është dëshmitar që unë nuk e kisha bë këtë gjë kur përveç për hir të Allahut Azza wa Jall. Ata që më njohin privat e din që e kam një farë burnie që kështu nuk bajon e kësa. Mirë po përbaj me shpresë që Allahu Azza wa Jall na bë sebeb që njerëzit me mësu formën e guslit. Kam shumë bindje që shumë për njerëzve nuk e din formën se çysh me u pastru pe gjunoblakut. Tash po fillojmë me pjesën praktike. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft. E para muslimanu në po folje se çysh me fillu pastrimin nëse uji është me një këse enë të tillë. Krejt e dim, mos të bahme me një mdhaj, se krejt e dim që baba tonë shumica aty në jenë pastru me kësi. Po dhe ty të banë vakia, shkon fshatin tanë, shkon je musafir, je udhës, ndodhë mu pastru me këta, nuk e ki tushin. Qysh mu pastru me këta? Është realisht e njëjta, vetëm fillimi ndryshan. Në fillim, nuk është mirë me shti dorën drejt këto, po shkak se e ki dorën e papastërt. Do më thonë, qka banë? E merë e qëtë ujt, ose me diqka, ose kështu e qëtë ujë në dorë, edhe i lanë durët 3 herë. Kjo është e para. I lanë durët 3 herë. Kështu. 1 herë. 2 herë. 3 herë. E qartë? Kjo është e para që do të me ba. Tash, e dyta çka do të me ba, e merë ujnë në dorën tane të djathtë, kështu, e mush, tani e qetë pe djathës në të majtën edhe i pastron organet gjenitale, me dorën tane të majtë, pasi që i ke qitë uj me djathëtën. Në qofë se e banë prej tushit, e qetë veç sa me praktiku sunetin, e qetë prej djathës e qetë majtën edhe pastron organet gjenitale. Pas pastrimit organeve gjenitale, fillon me vudu, me avdes. Krejt normal qysh merë vudu, qysh merë të avdes. Tash po mënona me tregu se qysh me marë vudu avdes. Prej tash mënesh me shti dorën nën, për shkak se ke pastru, edhe prej këtuit me marë vudu, me marë avdes. Ose mënesh me tush, qysh dan, prej këtu e kënej është krejt e njëjta. Filloj me vudu, e qanujt shumë pak, i pastron durët 3 herë. Kena bavesh video për vudunve që kena sqaruar, do të 3 herë, kujdes me zgishtav, 3 herë durët. Dyta, edhe treta, deri këto. Tash, e mush grushtin uj, edhe e pastron gojen edhe hunën për menherë, kështu. Edhe me të majtën, e hek ujt. E dyta, e treta, tash, i pastron syt. Ftyrën. Ftyrë është prej flagëve deri këto, edhe deri të vesh. Kujdes, kur të merrni vudu, kujdes, e pastroni, e shef këtë gjistin
e madh, e shef që shkon te kjo, e bardha pas mjekrës. Kujdes me këto. E dyta herë. Edhe e treta, kujdes këtu. Shef këtë pjesën këtu? Këtu do të me qu gishtin, për shkak se ndodhet që nuk pastrohet. Nëse ki mjekrën e madhe, atëherë merr pak ujë dhe ja bën mjekrës kështu. Nëse ki mjekrën e madhe, edhe je sigurt që ka shku ujit deri te mjekra. Tash merr pak ujë kështu, edhe i lan durt deri te bryli këtu. Deri këtu. Një herë, kujdes që më lag krejt pjesa. 2 herë. 3 herë. Tjetran, e majta. 1 herë. 2 herë. Edhe e treta 3 herë. Tash, i bjen mes kokës. Shef në këtë formë kështu. Kështu edhe kështu. Mirë po, nuk ki nevojë mi lag durt edhe njerë. Me këtë ujë që ki, i pastron edhe vesht. Gishtin tregu se shtin vesh me gisht madhe pastron prapa vesh që sa t'ki mundësi. Tani i pastron këmbët. Këmbët e ki 2 mundësi. Ose i pastron tash me fillim, po në qovë se veni këtu ku e pastru nuk është shumë i pastërt, mundesh me marrë komplet gusëll e në fund i pastron këmbët. E qartë? Tash i pastron këmbët. Deri të zogi këmbës, 1 herë, 2 herë, dhe 3 herë. Edhe 3 herë. E qartë? Kjo është, po besoj e qartë. Tash vazhdoj me pjesën tjetër të guslit. Pasi që ke marrë vudu, fillon i lag durt mas pari, ose me enë, ose me tush qysh dush, i lag durt, edhe shif. Edhe fillon me fërku kokën tane, edhe shkon kështu me gishta deri sa shkon ujë, ti je sigur që uji ka mrit të lkura jote. Kur je sigur që ka mrit të anë të lkura jote uj, atëre fillon me qit uj kokës. Edhe e pastron kokën 3 herë. E lëshojna tushin, pelqojna pak, për mësë me ba shumë zhurë me ka në qartë video për juve. 3 herë e pastron kokën. Pasi që ke pastru kokën 3 herë, atëre fillon me pastrimin e pjesës së djathtë të trupit. E pastron komplet pjesën e djathtë të trupit. Kështu. Prej kokës, këllën këtu, dorën, komplet, shpinën për mas, e pjesën e djathtë, sa ki mundësi me pastru, edhe pastron pjesën e djathtë trupit komplet. Deri komën, kujdes që me përfshi ujë gjithmonë çdo pjesë, komplet pjesën e djathtë e pastron. Kur të kryhet pjesa e djathtë, fillon me pastrimin e pjesës së majtë. Kështu. Do të thonë, prej nat deri poshtë. Kujdes, çdo pjesë me përfshi ujë. Deri te këmbë, kujdes këmbën mbrapa, edhe e kry pjesa e majtë. Kur të përfundon edhe pjesa e majtë, tani jetë edhe pjesa e fundit, i qet një herë ujë trupit komplet, prej katë deri në fund, edhe me kaq përfundon. Kështu në këtë formë, e lëshon komplet. Te pjesa e fundit, ki kujdes që me përfshi komplet ujë trupin tanë. Kjo është shumë e rëndësi. Tash përfon. Nëse kjo duket e tepër që akon bëne për ty, atër po ta kujtoj që ti në për bazenta, në për detje, lahesh shumë më ndryshe se kështu. Kjo nuk është kur gja. Kjo është u mënova me asharu vllau teme dhe motrës teme qysh me marrë gusëll. E di që na shqiptarë si mësu me këta,
Po kjo nuk më intereson mu kur du dikujna me jasë sharu dinin. Po besoj që ke e qartë, kjo është për mu me rëndësi. Tash për fund, është edhe një formë e guslit që është shumë e thjeshtë. Qysh është ajo? Ajo është një formë që mjafton, mirë po nuk është gusli i plot, edhe nuk e ki këtë shpërblimin e këtij guslit që sharum na. Qysh është ai gusl? Ai gusl është pastruhesh, e lanë komplet trupin me ujë, edhe ki kujdes që me kanë ujt në gojë edhe në hunë. Do me thënë është në ujt në gojë edhe në hunë, edhe e shpërlan krejt trupin, me kaq është gusl, mirë po qysh me thënë minimumi i guslit. E kjo që ka sharum tash, kjo është maksimumi i guslit që ki mundësi me ba. Nëse dikush pyet po shamponi, shampon qëtë mas kësaj na musliman. Kjo që ka falëm krejt, kjo shkoj gatë, po shkak se jam të munu me të sharu. Për ndryshe, kjo është punë e thjesht, kur jetu la vetën, është punë e thjesht, edhe unë të munu me të sharu në formë kadale, shkon gatë, për ndryshe kjo është punë minutash që merr gusl, nuk është diçka komplikume, provoje edhe praktikoje. Këshilla jam është, prej tash praktikoje gjithmonë. Sa hartë pastrohesh prej guslit, pastrohen këtë formë. Po në qovë se pastrohena prej ndjerzve, nuk je obligum me ba këtë gusl. Si je obligum? Je pastru prej djerzve. E kish problemin si mu pastru prej djerzve, nuk i ke pengu vllazët të tu. Taravijin këta, nuk i ke pengu, se i ke hik djerzve, e kish problemin. Mirë po në qovë se je pastru prej guslit, kjo është kjo formë që e sharum na tash. Por formë për jo thamë musliman, kur një vlla juve munohet në këtë formë, me folë për ty, munohu minimu sa të mëjsh. Më thani që kanë shumë i knaqën në qofë se muslimanët e këshin përhap këtë video, e këshin mësu, e këshin përhap të afërm të tyne, të ata njerëz që i dojnë, që u adojnë të mirën, përhap e mënyrë që njerëzit të mësojnë guslin.